Klubi studentor Medic Club i Departamentit të Lëndë dhe Klinike në bashkëpunim me Kryqin e Kush Shqiptar, Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut dhe Fakultetin Ekonomik organizuan aktivitetin e dhurimit gjakut, i cili do shkojë në ndihmë të pacientëve talasemik, të cilët kanë nevojë të vazhdueshme për transfuzion gjaku. Të gjitha njësitë e dhuruara sot do të shkojnë për pacientët talasemik. Unë bëj thirrje që më shumë persona të mbështesin këta individ. Janë individ që kanë nevojë çdo 2 javë të marrin njësi gjak. Në raste të dhurimeve për një emergjencë, popullata është shumë e sensibilizuar. Por kur vjen puna tek pacientët që kanë nevojë vazhdimisht për gjithë jetën e tyre, ne shohim një stepje. Faktikisht këta janë grupi më vulnerabël që kanë nevojë për gjak, sepse harron nga institucionet, harron nga shoqëria dhe janë persona që kanë më shumë nevojë për gjak. Të rinjt bën thirrje për moshatarët e tyre që të bashkohen në këto nisma për dhurim gjaku për pacientët talasemik. Unë jam aktiviste në dekën e Kryqit të Kush Shkodër, si dhe vullnetare dhe dhuruese e rregullt në seancat e dhurimit të gjakut dhe kemi nevoja të shumta për fëmijët të cilët janë talasemik, si dhe për njerëzit që kanë nevojë pësojnë aksidente. Dua të bëj thirrje të gjithëve të sensibilizoheni, sepse një gest i vogël por fisnik nga ana jonë mund të jetë një mrekulli për të gjithë ato që kanë nevojë. Bëhu shpresa për dikë që të ketë vazhdimsi për jetën. Të ndihmosh fëmijët talasemik është njësi shumë e bukur. Janë ata të cilët janë nevojë të vazhdueshme për gjak, janë ata të cilët kanë nevojë mbështetjen në mënyrë konstante për gjak, prandaj ato duhet të jetë afër aty. Në gjithashtu edhe rastet e fundit të vdekjeve që kanë ndodhur janë mjaft të rëndësishme dhe banka e gjakut. Pra ndihmojmë gjithashtu edhe prurjet që ne i vim nga fakulteti jonë janë mjaft të rëndësishme. Edhe është shumë e nevojshme me dhuru gjak. Seanca dhurimit të gjakut në Shkodër janë të shpeshta dhe qëllimi mbetet krijimi i komunitetit vullnetar për dhurim periodik.